Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin e Daga Media. Sot do luajmë FC Mobile dhe do hapim disa paketa dhe do shohim se çfarë do të na bie në këtë pik. Pra janë 5 lojtarë që do të na qellojmë dhe unë do të zgjedh këtë marrë. Mua më duhet më së bën një ST, pra një sulmues qendror, dhe do të ishte mirë të ishte Mbappé, Dembélé ose Henry, pasi janë edhe të shpejtë edhe të mirë në gola. Por na bie që na bie, ne do ta hapim dhe shpresoj diçka e mirë, sepse dje morën Figon dhe Mbappéja. Okej, do ta marr Mbappé. Më në fund më takoj lojtari i cili kam ndërruar gjithmonë ta kem për disa vite. Pasi e kam pasur në FC Mobile 24-shin, por nuk e kam pasur në që atëherë. Pra, kam pritur këtë lojtar dhe më erdhi në derë. Super, atëherë kam marrë edhe Lucas Beraldo, cilin do ta bëj rank up dhe do ta fus në skuadër, por nuk e di atë heq Huijsen apo Carvajalo. Kjo është pikpyetja më e madhe që kam, dhe morra edhe Gonzales, por nuk e di ç'do të më duhet, por ndoshta për një formacion dytë, pse jo. Atëherë po I bëjmë rank up. Do të bëj edhe një herë, sepse s'kam shumë rank up points, dhe do ta fusim në skuadër. Ma prisha, okej. Do t'ja çojmë training transfer për Mbappéja. Okej, super. Në fund, ëndra ime u bë realitet për Mbappé. Edhe ndonjë Ronaldo s'do të ishte keq, por super. Atëherë Mbappé këtu dhe super. Le ta shohim pra me detaje. 183 pace, pra shpejtësia, 184 gjuajtja ose shooting, 138 pasimi, 169 driblimi, 68 mbrojtje normalisht se është sulmues, 148 ose 148 fiziku. Shumë lojtari mirë, mund të bëhet edhe LW, por unë do ta marr në ST sepse kam vinin. LW dhe kështu pra. Nuk më duhet një LW. Shumë kam rank up points për këtë. Jo, më duhen edhe 40. Kështu që nuk kam, por do ta vë, se më duket. Po mund ta vë, por s'di cilin të heq. Në mbrojtje është më I mirë Ricardo Carvajalo, por ky ka 4 gjëra më të mira, pacing, gjuajtjen, pra edhe një herë shpejtësinë, gjuajtjen, pasimin, driblimin. Kurse ky ka mbrojtjen dhe fizikun. Pra nuk e di ç'të bëj, sepse të dy janë shumë të mirë,
por nuk mund ta vë formacionin me 3 CB sepse kam call i cili është 117 dhe s'mund ta vë kont tjetër, nuk bëhet nuk vihet në formacion, pra në një pozicion tjetër. Kështu që nuk e di çfarë do të bëj, por ndoshta e heq Huijsen, edhe pse është shumë i mirë, sidomos në topat e largët dhe në headers, pra gjyqjet me kokë. Po nëse dhe këtë bëhem 123. Themi se duhet të jem afër, por le të vendosim edhe një herë këta. Super formacion për mendimin tim, kam e ndërtuar dhe më është dashur një kohë shumë e gjatë për të ndërtuar. Ja, të shkove, okej, fusim Stanisic. Okej. Po Beraldo në amban. Okej, e mbaka. Të Gonzales. Edhe të mbaka. Super. Gonzales nuk e di se çfarë u bëte. Details. Shojmë. Lëm në asnjë pozicion tjetër. Okej, nuk është keq, sepse me duhet në formacionin e dytë. Nuk është se luaj me këtë, por gjithsesi. Gonzales, të ta fus këtu. Me pas do t'i bëjë në kap, normalisht. Dhe këtu do fusim, ose jo, se kam në formacionin e parë, me një mos a fus. Super lojtar, kam deri tani, kam në port Courtois, Kimmich, Carvalho, Huijsen, por njëri nga këto dy të fundit do të ikin nga formacioni, por gjithsesi Cole, Pirlo, Luis Figo, Szoboszlai, Lamine Yamal, Mbappe dhe Vini Junior. Një super formacion për mua, pra jam e kënaqur që kam ndërtuar këtë formacion me atëherë deri tani kam 1, 2, 3, 4, 5, 117 që do të kisha 6 nëse dje nuk më kishte do të më kishte rënë një lojtar tjetër përveç Figos, por gjithsesi nuk ka rëndësi kjo. Pasi e futëm për tek exchange-i dhe mirë është, pra. Do kemi ndonjë gjë këtu te liga për të marrë, sepse do hapim paketa. Pra ndonjë James, sepse më duhen edhe pak. Dhe krejt pak më duhen, edhe 20 ose 19 më saktësisht. Shohim këtu, s'kemi ndonjë gjë për të marrë, por s'ma merr mendja. Shohim extra offers. Okej, s'pas ka James Safare. Por s'ka problem. Mund t'ja dalim ban edhe pa Jamesa. E të dhënë nga
ekstra time sepse do të marrim ndonjë tjetër, kërkon tjetër. S'kam asnjë. Atëherë shohim të story. Mos ta qonë gjëtë kjo deli resource pack. Këto 50 gems duhen. Për edhe një draft launcher do t'ishte keq. Okej, ajo na qelloi ajo që na duhej më shumë. Tani le të shkojmë të hapim paketat. Do t'i hap nga këto sepse këto ka më shumë fat te këto tjerë s'kam as pak. Kështu që okej, pra e kemi si lojtar. Okej, Simba. Është mirë të na bien këto sepse vendosim te exchange. Okej, s'kemi më tani. Të shohim këto te Chronicles sepse kam diçka për të marrë te Anglia. Le të shkojmë aty. Okej, më duhet se Gerard or flokët nuk duken si tijat. Nuk e di. Do shkoj me Gerard sepse më duket se nuk e kam vendosur asnjëherë. Po nuk duket si ai. Po nuk e di. Rice nuk ishte dje. Kemi në kam bërë një herë. Bellingham s'ka shanse. Rooney jo. Pickford jo. Guehi jo. Charlton jo. Kështu që do shkojmë me Gerrard. Dhe shpresoj që jetë ai dhe është ai. Dhe i morëm edhe këto, por tani nuk di se këtë marr me këto shortsat. Ndoshta do t'i ruaj sepse do t'na bën edhe nga Italia, pra shortsa dhe aty. 117 vjeqa s'ka fare këtu, kështu që nuk më duhen fare. Kur dalin më shumë, atëherë do i marr sepse tani i kam të gjithë 116 plus, kështu që nuk më duhen fare atëherë. Le të shkojmë pra te Italia, pra kotikën, po hajt, mirë. Le të luajmë këto dy lojrat. Dhe të provojmë Mbappé'n se si luan, sepse kam shumë kopa luajtur me të, edhe pse jo, ta provojmë tani. Me në fund më ra lojtari që doja shumë të më binte. Corner kick then to Real. What can they do from this situation?
Pirlo, Well, he's gone short with it. Vinicius, Luis This Figo, could be the equaliser. no way, Huysen dhe gol. Beyond the goalkeeper, Real Madrid are level. Shojmë edhe një herë, Gjozja Well, just look at his strength here. Pirlos He holds ndalet off the nga challenge, Huysen he dhe keeps his balance and he ai finds the back of the net. bën It's a gol më wonderful goal. pas. So back underway, dead level, 2-2. Okej, Mbappé, topi i parë Mbappé. Mbappé. Gol Mbappé. 2 goals in quick succession. Now they have the lead. No wonder they're celebrating. Super here. He's given far too much space, but he still had some work to do, and I think that's a very tidy finish. It was never in doubt. Vinicius Junior. Vini dhe Mbappé Vinicius plus Junior. Yamal do t'jenë një treshë e frikshme. Edhe pse për Reali Vini dhe Mbappé nuk është se shkojnë The current scoreline, shumë me 4-2. stilin e tyre të lojës, sepse edhe shumë kanë He's managed to lose his marker. Oh, genuine sepse chance. kanë të njëjtin pozicion, por Mbappé është në qendër dhe deri herë Mbappé është në vendin e Vinit, kështu që So easily to draw the nuk shot. është se shkojnë mirë He holds off the challenge, keeps his balance, and makes good si contact. lojtar bashk, That's a top class jo finish. si person, pra Another goal! The lead grows to 4 now. nuk është një dyshe e mirë, kështu që Real Madrid duhet bëjë diçka, Now with ose Firmino. këta dy të mësojnë të luajnë së bashku, ose Ayew. ndoshta Vinicius të rëshitet ose diçka e Madrid tillë, doing well to regain possession here. nuk e di. Oh, great piece of individual skill. Might be a chance here. Sepse këto kohët e fundit Viniciusi nuk është më Tearing apart this defense. nuk është më ai që ka qenë, por ja, këtu në FIFA shkollon shumë mirë. This is a very tidy finish, as you can see. 15 Mbappé ajo s'ka shanse do t'ja ndrojt për numër, It's an excellent goal. do t'ja Well, if there were any vënë lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. do të dëshiroja të kishte 7-ën si ka pasur këtë Kylian parësi, Mbappé. por e ka Vinicius Mbappé atë could be. numër dhe Mbappé gol. Really spoiled. This is a Nuk gabo ka asnjë gjuhë që do ta Yes. pra super lojtar. Si në fushë, si në lojë, How well balanced he is. ai është një nga më të mirët, ose të themi në pak fjalë më i mirë. 5 minutes left. Ndoshta jo gjithë mund të bini dakord me fjalët e mia, por mua më pëlqen shumë si lojtar dhe është lojtari im i preferuar. And that is going to be Qenuar that. tani, Well, a tale of woe in terms of the scoreline sepse as far as the visitors are Ronaldo është concerned. më i miri i gjitha kohërave për mua. They were completely outplayed in almost every Të department. gjithë, The coach has got a lot jo of të work to do gjithë before the next game. mund të thonë që ai është më i miri, sepse mund të thonë që është Messi, është Maradona, Pelé ose diçka e tillë. Por mua më pëlqen më shumë Ronaldo prej këtyre tjerëve. Prej më të mirëve. E të bëjmë edhe ndeshje tjetër. Atëherë, Mbappé, Yamal, And these two sides are locked together. Just can't really choose between them at the moment. hupi topin, mundet ta marrë, por jo, Matvienko. e prek mirë, It's with Matvienko. Luis Figo, Opportunity Yamal,
Gjuan e i, por e pret pasën. Dhe do t'jetë një corner. Chance for Real Madrid to jump ahead from a corner. Okej, Pirlo. Pason tek Vini Junior. Teammates around him. Krason e i, por ndalet. Krasimi Well, not away Huijsen from the lead. nuk mund të shënoj. Vini Junior përsëri. Pirlo. Pirlo. Oh, breezing Gjuan e past him. i, dhe më thënë Krason. Gjuan, Well, they shot falli. them in their tracks. And Real Luis come away Figo. with it. Pirlo. Lamine Yamal. Emphasis on the clearance. Nuk është askush aty për të marrë krasimin, No, high quality defending. sepse ishin mbrojtësat ata që e ndalën topin. Real Madrid get the throw in. Atëherë kemi ish pason të Zobozlaj. Lamine Yamal. Zobozlaj. Mbappe. Mbappe. Mbappe, gol. And there it is. The opening goal. 1-0 and they'll feel that Dhe ai që s'gabon kur. Well, as you can see, he doesn't Pagabueshmi Mbappe në skuadrën time. That's a top-class finish. Sudakov. Luis Figo. Into the Mbappe. final 20 Luis Figo. minutes. Kombinojnë ata dhe Mbappe, gol. Përsëri. I pa ndalshëm futboll. Ky njeri është i pa ndalshëm. Luis Figo. Kol. Ja del në ban, por me një foul. Viktor Tsigankov. Kol ndërpret. To intercept. Krosimi s'është i sakt. Well, doesn't have to do it on his own. Dhe Pirlo ndal, And the clearance bashkë me was by Kimi. Pirlo. And sepse he's dhe ai through kishte here. kontribut në këtë ndalje e topi. Lamine Yamal, And in range. Vini Junior nuk gjuan mirë dhe trupin e pret. Pirlo, Szoboszlai. Lamine Yamal, Good run, very much in control of the situation. e merr Szoboszlai por se merr mirë, kështu që humbet topin. The referee's verdict is 3 additional minutes. Might be able to produce from this position. Dhe Courtois pret për një leci. Kamave, Well, Derek, they were better than their opponents in all aspects of the game. They defended well enough, they dominated midfield, and they created chances as well. dhe e fituam edhe këtë, normalisht që do ta fitonim sepse janë ndeshje të thjeshta, por që duan luajtur dhe mund të marrin gjëra shumë të mira, si në fund do marrin me 300 shartsa dhe nuk është keq. Nesër të marrë 150 ka pointsat, të cilat na duan shumë në këto momente që kemi shumë lojtarë që duhet t'i bëjmë rank up. Këtë do të ndroj sepse shumë okay. E ta provoj, ta fitoj këtu të vëse ataku, sepse këtu luajon më shumë. Kam harruar fare djeti marë, kështu që le t'i marrim. Pra ndoshta mund të hapim ndonjë paketë, nëse kam bërë ndonjë ndeshje këtu të manager mode. Jo, s'kam bërë asgjë. Fakt kam harruar t'i bëj, jo se po t'i bëj shpesh, por
paktën një herë në javë një ndeshje duhet ta bëj, sepse marrim Jamesa dhe hapim paketa me ta normalisht. Dhe na duan shpesh. Unë kam me shumë shanse, por kundërshtari do t'jetë shumë i fortë sepse do t'jetë 121 ose ja e gjeta. Ka Mbappé-n furën kap, Cruyffin, Vini Junior, Mbappé, te Vini dhe go. Cruyffi bëri të ka të kundërshtari. Vini Junior, Lamine Yamal, Luis Figo, për Mbappé, jo, humbet për herë të parë, por ishte portieri shumë afër, kështu që nuk ishte shumë faj. Mbappé, Vini, okej. Deri në tani, jo, se fola, Brazil. Them se do të humbasim. Okej. Po shpresoj që jo. Figo. Sepse kundërshtarët që janë fort dhe e prisje këtë. Normal. Osimi gabuan. Mbappé, pasimi te Vini, gol. Okej. Shpresoj që mos bëj shumë gola. Pra më shumë se ne ose një barazim. Oh, no. Ka portierin 117 kë. Ne kam 116, por është Courtois. Okej. No, isha se bën këtë gol. No, barazoj. Pra s'mund ta fitonim sepse kundërshtari kishte një super ekip. Edhe pse ishte një over me pak se unë, por një super ekip nuk duhet të mohuar. Atëherë, do të bëjmë edhe një ndeshje dhe shpresoj këtu ta fitojmë. Shpresoj që kytë ketë ikur nga loja, jo, s'pas ka ikur më duket. Po shpresoj që t'ikë dhe ta fitojmë ne këtë lojë. Shanse kam shumë unë, pra është 121 over. Okej, gjeta tamam, se sa over ishte. Okej, gol. Vini, Lamine Yamal, te Vini dhe gol. Lamine Yamal bën një gol tu. Mbappé, gol. Edhe ai pas ka Mbappén dhe bëri jetën ko me mua, me të njëjtin lojtar. Henry shënoj të ka i, kështu që do edhe ne të shënoj me Mbappén në këtë rast. Jo, nuk shënuam sepse gjyta nga larg, sepse kishte shumë mbrojtësa të dhe Luis Figo e bën. Shpresoj që të fitojmë. Szoboszlai, Vinicius, gol. Okej. Deri më tani kam unë me shumë gola, por kundërshtari mund të rikthehet, por shpresoj që jo. Dhe mendoj që jo në këto momente, sepse ka 4 gola me pak se unë.
Dhe jemi në fund. Ja, s'mund bëj me shumë. Ky nuk ishte ndonjë kundërshtar shumë i lehtë, por as shumë i vështirë. Sepse mbrojtësat kishte të mirë. Disa raste i humba, por fitova lojën. Kjo është më e rëndësishmja. Le të shkojmë tani këtu, të marrim. Dhe tani do ta mbyll. Shumë faleminderit që keni parë këtë video. Mos harroni të bëni like, comment, subscribe dhe shihemi në videon e radhës. Mirupafshim.